kanë thonë disa nga selefi se ai që e don Allahun sinqerisht, lajmi më i gëzueshëm për të është mundësia që Allah më dashur ata. Shikoni ndërvozë, nuk është ose me riformulu, është kogja begati e madhe me ta mundësu Allah me dashur. Për begati pa krahasimisht e madhe, më e madhe se kjo është, me të kallëzu Allahu që edhe ty muna me të dashur. Ç'kjo është e madhe atë? Për shembull, sikur të kemi Allahu xhallahu ala çora, ç'kjo mundësia me më dashur? Që si dashni jo pranoj. Po pa na tregu ana të neve, do të ishte mjaftueshme. Po me një kur Allahu xhallahu ala ka hap mundësinë që, shikoj mundësinë që ai më na dash neve përmes shfrytëzimit të mundësive, kjo me automatizëm të vetëdijson për shfrytëzimin e çdo mundësie që të bën ty Allah me të dashur. Nëse ka gjallin zemër, nëse ka vetëdije, nëse ka meditim, nëse ka parim në jetën e një besimtarit, Allah më dashur. Çështje madhore të ndërruazën. Por fatkeqësisht disa çështje janë lajme të mëdha për njerëzit që kanë pas gjallëri të zemrave, ka qenë lajm i madh. Po kur fillon mu plagështu zemra, imani, lajmet e mëdha bëhen të rëndomta. Për shembull, a është lajm i madh për ty? Lajm që ti jeton me to, kënaqesh me çit lajm. Domthon gjithmonë disponohesh me çit lajm, gjithmonë. Fadhkuruni adhkurkum. Më përmend ju përmendi. Atë që ka të mënë këtë ndërruzë. Wallahi, njëri me meditu veç që ta, fluturon pikëzimi. Ose plas për vaja. Pikëzimin. Më përmendi ju përmendi. Sërë ti Allahu në përmend, Allahu të përmend. A, kupton çfarë mirësi është kjo? Për dashnisë e ka. Pse dënë, e ta ka mundësu që me përmend. E kur ti e përmend, a i të përmend. E para se me përmend, a i të ka përmend. Qysh ka thonë djetarët? Donë, përmendja jo të Allahu xhallahu ala është mes dy përmendjeve të Allahut për ty. Të ka përmend një herë, e përmendja Allahut e ka provoku përmendjet tënde Allahun. E kur ti Allahun e përmend, ai prapë ti të përmend. Ti një ai dy. Ç'kjo është dashnia? Kish me qenë për shembull të ndërlozë çështopta. Një hadith, s'ka hadith kështu, s'ka. Po me pas hadith kështu. Kush e përmend Allahun 10.000 herë në ditë, e përmend Allahun të një herë. A kishe me e përmenë 10.000 herë në ditë? Da thejme, po, qysh jo, kështu. Të 100 njerëz po tu s'mona me hamdi apo. A kupton parimitetin ku është atë? Që kjo është me kom besimtar parimor. Që kjo është parimitetin jetë. Do me qenë parimor në raport me dashnin që Allah ta ka ofru. Ai po t'jap dashni. E dashuria Allahut për ty dhe kuptimi të drejtë se gjitha mundësit i ka për shkak dashnisë për ty, bën me fluturu, veç me kuptu cila është mundësia radhës se